Në këtë momenti po zhvillohet ceremonia e mbylljes së turneut ndërkombëtar Shkodra Cup 2026 që organizohet nga Shkodra Sport Event me drejtues Jetmir Podgorica, me David Camajn, drejtorin e Akademisë së Futbollit në Tusë Marrë Zi. Urime, pjesëmarrje e vazhdueshme në turnet e Shkodrës. Po, pari përshëndetje, me të vërtet, dihem shumë i emocionuar, me besoni 15 vite punoj, një organizim, një manifestim të tillë deri sot s'kem paras. Me të vërtet, lypet jem mirënjohës, jem falenderues Jetmir Podgorica, me të vërtet ta organizojnë një shtet këtë manifestim argja e madhe e jo një njeri. Me të vërtet Jetmir Podgorica meriton mbështetje, meriton përkrahje, meriton respekt, jo nga Shkodra, por nga gjithë. Ne jemi shumë të kënaqur morëm me pjesë me 2 gjenerata, gjeneratën U9 dhe U11. Gjenerata U11 dje ishte superiore me 3 ndeshje, 3 fitore. Sot ndalme me penalti, po ashtu edhe me gjeneratën U7 kishim pak problem sepse ishte edhe kampi i Real Madridit në Tusë, na mungon disa lojtarë, ashtu që me të vërtet jem kënaq, kem kaluar shumë mirë dhe kjo arritje me 8 ekipa më të mira për ne është sukses dhe jam masë i bindur se do të vazhdojmë edhe me të ardhmen. Si u mbyllë ndërmjet e këtij sezoni për Akademinë e Malësisë në Tusë? Po shumë i suksesshëm, me të vërtet gjenerata U9 kishte 40 ndeshje dhe arrit me 29 fitore, 7 barazime dhe vetëm 4 humbje, ishte një sukses. Para një muajt ishim në turnamentin Kroaci, mirënjoftun, edhe aty u vlerësuam dhe tash në muajin gusht do shkojmë në Gjermani, tash mirënjoftun e kampionati që organizohet turnament madhështor. A do të vijoj bashkëpunimi me Shkodrën më turneut që organizon Jetmir Podgorica? Po si jo, mbas saj që kem pasur dhe me siguri domethënë, jo vetëm ne, por jam masë i bindur nga viti i ardhshëm do organizojmë edhe një klub nga Amerika, pra shqiptarët e vinë në këtë turnament. Ne kësaj radhe patëm 2 voglushin nga Amerika, të cilin morën pjesë domethënë vëllezërit Perkaj, U9 dhe U11 dhe jam masë i sigurt se edhe të ardhmen do të jetë. David Camaj, faleminderit për intervistën dhe për pjesëmarrjen e vazhdueshme në turnet e Shkodrës. Faleminderit, ku ka më mirë se te joti, te vllau yt, te gjaku yt.